Mund na jepni disa këshilla se si mund ta mbajmë në kontroll tensionin e gjakut? Unë do të këshilloja që në radhë të parë mirë ushqyerje, shtimi i aktivitetit fizik, sepse thash alarmante është sidomos për brezin e ri dhe duke pas dhe jetë jo të shëndetshme, sigurisht kjo na ka bërë që neve të kemi ngjarje kardiake që nuk i kemi parë më përpara në mosha shumë të reja, siç është infarkti apo dështimi i zemrës. Një mirë ushqyerje, shtimi i aktivitetit fizik dhe një mirë menaxhim i stresit, një stres sa më të ulët. Sigurisht që individi do ketë stres, por duhet që këtë ta mbajnë konstant dhe jo streset të shtuara, të cilat bëjnë që të kemi një inflamacion kronik dhe kjo bën që të kemi një vuajtje të gjithë organizmit në përgjithësi dhe të zemrës në veçanti. Tensioni është një sëmundje, mund ta cilësojmë të shërueshme nëse ndryshon stilin e jetesës apo gjithmonë nevojiten edhe medikamentet kur e ke tashmë? Absolutisht, kemi një kombinim të 3 faktorëve që unë thash, që duhet bëj vetë individi, dhe deri këtu mund ta mirëkuptoj që thot jam mjeku i vetvetes. Janë mite që ne i dëgjojmë për ditë që unë e bëra kokrën gjysmë, e bëra një se unë tani ja di vetes time dhe di se si ta menaxhoj. Individi është mjeku vetvetes deri tek ushqimi, tek aktiviteti fizik dhe te mirë menaxhimi i stresit. Pjesën tjetër është mjeku ai i cili vendos për terapinë dhe kush është mjekimi më i domosdoshëm që të mbron më shumë këtë individ. Se gjithë lufta është që individi të mos zhvillojë ndërlikime. Tensioni vërtet nuk të jep shenja, por nëse ai nuk trajtohet mirë, sigurisht do sjelli disa dëmtime të organeve, siç është dëmtimi i trurit, plakja e trurit, siç është dëmtimi i syve, hemorragjia në sy, mund të japi dëmtime të vetë zemrës, infarkti, çrregullime të ritmit, insuficiencë kardiake që janë shtuar shumë, mund të japi dëmtime të veshkës, sigurisht edhe dëmtim të enëve periferike.